Në këtë edicion do të ndiqni. Kërkohet dënim i merituar për Serbin e arrestuar si i dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës në Gjakov. Punimet në urën e fshatit Rogov tashmë janë drejt përfundimit. Në qendrën franceskane për rini e kulturë mbrëmje janë shfaqur karnevalet nga artistët nga Shkodra. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Me datë 25 shkurt në pikën kufitare e Jarin është arrestuar një serb i dyshuar për krime lufte në Gjakov. Afrim Caka, i cili ishte ndaluar nga serbi në fjalë, shpreson që ai të marrë dënimin e merituar. Afrim Caka, para gati 25 vjetësh, ishte ndaluar së bashku me një grup qytetarësh nga Gjakova në këtë vend në qytetin e Gjakovës. Paramilitarët e Serbisë kishin dalë dhe po rrëmbenin e ndalonin kolonën, e ndërta ishte i uniformuar Dragan Ristic, që së bashku me disa tjerë rrëmbenin dhe keqtrajtonin qytetarët shqiptar të Gjakovës. Me datën 10 maj, në orët e para të mëngjesit, do thotë në ora 9, so thotë ora para mëngjesit, na dy bunë u kallën shumë shtëpi ovra mbi pas e 6 vet dhe atë ditë më mërgoz bi 312 gjakovar. Edhe unë po të rasin atë ditë të ura Istanbego të kulla vlla Pashdrenit, me ndali policia, aty ishin 4 vet, dhe të rrethu me disa paramilitar serbo-malezes, katit do thot i identifikum, mjesin e tyre që më da mu është Dragan Ristic. Edhe që Dragan Ristic, ky në nda përdori dhun e goditi vllajën tim me dy qikë në gjëks, edhe ata pastaj e vazhdon rrugën, unë mbeta këtu, na morën në çunë në entin social këtu për pensione validore. Aty filloi kalvari tjetër i vutjeve, na bën parafinë, dove bon, dasë bon, e kështu na akuzum për terrorizëm. Caka tha se ky grup i serbëve dhe Dragan Ristic kishin ndjekur e plaçkitur dhe marrë pjesë në vepra të ndryshme në Gjakov. Nga ky grup kanë dobravin rreth 12 vjet, ajo dini, edhe 47 plagos. Edhe atë ditë në rrugën Laçin tonin ka mbi 200 shtëpi. Edhe besoj që edhe ky ka një përgjegjësi të madhe se ka bërë arrestime edhe është marrë pjesë, jam i bindur se ka marrë pjesën edhe në arrestime tjera, në ndjekjen e shtëpive, në plaçkitje kështu me radhë. Prandaj emrat e tyre i kemi ndesh gjatë gjithë luftës në Kosovë. Dragan Ristic është arrestuar në pikën kufitare në Jarin. E policia e Kosovës në një komunikat ka shkruar se një person me inicialet 2.R është arrestuar me 25 shkurt në pikën kufitare Jarinje me dyshimin se ka kryer krime lufte kundër popullatës civile të Kosovës gjatë periudhës 7 deri në 10 maj 1999 në komunën e Gjakovës. Ai, sipas policisë, ka qenë pjesëtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Afrim Caka shpreson që Dragan Ristic të merrë dënimin e merituar për krimet që ka bërë ndaj shqiptarëve. Në stacionin e autobusëve në Gjakov, kohë më parë patën filluar punimet për renovimin e objektit. Të ndjekim dinamike në këtyre punimeve deri më ditën e sotme. Punimet në renovimin e objektit të stacionit të autobusëve në Gjakov kanë filluar nga muaji nëntor. Deri më tash, sipas pamjeve që ekipi ynë siguroi, sot dupan të jenë të përfunduara dyert, dritaret, çatia, por edhe të tjera. Disa nga qytetarët me të cilët biseduam theksuan se ky projekt ishte tejet i nevojshëm, duke pasur parasysh gjendjen e mëparshme të stacionit. Stacioni në Gjakov o kon katastrofë përpara. As ka pas ulja, as ka pas nxemje, as kur gjë. Më në zonë ca më otarë, më kajtë kanë vujtë, kanë hekë, keqë, ta peshojmë si o kanë dërtuat, e inshallah në vitë ditë më të mira. Mirë është me rinovu, ka fillu e pashije diçka, çdo gjë që të bëhet e re është e mirë. E mirë është me u rregullu. Drejtori i këtij institucioni për televizionin tha se kontrata është në zhvillim dhe se plani dinamik i punimeve është 7 muaj. Kujtojmë se kostoja totale e renovimit është 150.000 euro, nga të cilat 120.000 janë darë nga qeveria e Kosovës, ndërsa 30.000 euro nga komuna e Gjakovës. Punimet janë paraparë të përfundojnë në muajin maj.
Një tjetër investim që po zhvillohet është edhe ndërtimi i urës në Rugov. Përmes materialit në vazhdim, kuptojmë se punimet aty janë drejt përfundimit. Ura në fshatin Rugov të Hasit ka filluar të marrë pamjen finale. Aty janë duke u ndërtuar trotuarët të cilat do të shërbejnë për kombësorët dhe faza betonit është në përfundim. Banorët e fshatit të Rugov thonë se kjo urë është e mirë së ardhur dhe ata shprehen të lumtur që është gati të përfundoj. O mirë tepër se jo, pak po mirë shumë është për neve. Është gati më për bëshit? Po i gati që tash që to anësorët i gati që i kojtën. Tash kanë asfaltën për si për mirë të urë. Po do më thonë mirë, nuk o keq. Mirë. Ura përveç që lidh fshatin Rugov dhe rrugën magjistrale Gjakov-Prizren, lidh dhe 10 fshatra të Hasit me Rugovën. Është mirë më dërtu më shpeta, qarkullimi ju në stops. Janë 5 fshatra që e rrehin këtë urë. E kjo urë është mirë se ardhën sa më shpet për neve, po është në gjendje që më shpet, më korrigë. Nga Ministria e Infrastrukturës na thanë se nëse moti është i përshtatshëm, së shpejti do të vendoset edhe shenjëzimi dhe do të fillohet edhe me asfaltimin e urës. Ura që është duke u ndërtuar do të ketë dhe trotuare si dhe do të jetë me ndriçim elektrik, e cila do të jetë 120 metra e gjatë, 10 metra e gjerë dhe do të kap shifrën më shumë se 926.000 euro. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon me procesin e numërimit të votave, ku aktualisht po numërohen votat në përfaqësi diplomatike. Materiali në vazhdim na njeh me një përmbledhje të këtij procesi nga data 9 shkurt, kur u mbajtën zgjedhjet e deri më sot. Kosova votoi në zgjedhjet e 9 shkurtit për legjislacionin e ri. Sipas KQZ, zgjedhjet u zhvilluan në një atmosferë të qetë dhe nuk u shënua asnjë incident. Ndonse një pjesëmarrje më ulët u pa në këto zgjedhje krahasuar me ato të vitit 2021. Rreth 40% e qytetarëve ju drejtuan kutive të votimit për të zgjedhur përbërjen e re parlamentare, ndërkaq të drejtë vote kishin mbi 2 milion prej tyre. Pas përfundimit të zgjedhjeve në Kosovë, vëzhguesit ndërkombëtar dhe ata vendor kanë vlerësuar me nota pozitive mbarvajtjen e këtij procesi. Mirë pas rreth 2 javësh ka përfunduar numërimi i votave të rregullta për partitë dhe kandidatët për deputet. Përveç votimit në përfaqësi diplomatike, Mërgata ka votuar edhe përmes postës. Sipas të dhënave të KQZ-s, nga 69.000 pako me flet votime, janë aprovuar 62.990 zarfe, ndërkaq 4.865 janë refuzuar. E gjatë ditës së djeshme ka filluar numërimi i votave nga përfaqësitë diplomatike, ku po prin lëvizja vetëvendosje. Pasi të përfundoj numërimi i fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës, në proces të numërimit do të përfshihen edhe fletvotimet nga votimi në kusht, i cili është zhvilluar në 56 vendvotime, si dhe fletvotimet nga votimi i personave me nevoja të veçanta. Nga KQZ është thënë se shpallja rezultateve përfundimtare për zgjedhjet e 9 shkurtit është planifikuar të bëhet më së largu më 5 mars. Rezultatet preliminare që përfshin numërimin e votave të rregullta e shohin lëvizjen vetëvendosje të parën, me 40.90% të votave të fituara, pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 22.03%. E treta është Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.64% të votave, pasuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.46% të votave të fituara. Duhanpirja është vest jo i mirë për të gjitha moshat, mirëpo situata bëhet më e rëndë kur ai konsumohen nga mosha të reja, gjë që po shkakton dëme të konsiderueshme në shëndetin e tyre. Pirja duhanit të adoleshentët mbetet një problem shqetësues, pavarësisht fushave ndërgjegjësuese mbi dëmet shëndetësore që shkakton. Specialistja mjekësisë familjare doktoresha Gonxhe Zarari thotë se pirja duhanit të adoleshentët është në rritje, duke shtuar se pirja duhanit bëhet edhe shkaktari kryesor i kancerit të mushkërive dhe jo vetëm. Për fat të keq, pirja e duhanit tek adoleshentët është në rritje e sipër. Dhe duhet të cekim se po ashtu ndikon mjaft edhe në shëndetin e tyre, në pikpamje të keqësimit të shëndetit të tyre, në rend të parë të rrugëve të frymëmarrjes, se pastaj edhe në gjitha sistemet edhe organet tjera.
Dihet që pirja e duhanit është shkaktari kryesor i kancerit të mushkrive, pastaj i kancerit të gjirit si dhe i kancerit të lëkurës. Stresi dhe ankthi pa menaxhuar mirë janë dy nga arsyet kryesore që adoleshentët nisin duhanpirjen, tha doktoresha Zarari. Zakonisht adoleshentët fillojnë me pi duhanin për shkak të streseve të ndryshme që mund të paraqiten për shkak moshës apo problemeve të ndryshme dhe mendojnë se kanë mik, ashtu të themi në thojza. Por e dim se është armiku në të vërtet kryesori zhvillimit të tyre si psiqik ashtu edhe fizik. Doktoresha mes tjera shtoi se do të ishte mirë të kishim më shumë takime me adoleshentët për të parandaluar pirjen e duhanit. Apeli im sigurisht kishte qenë, do të thonë, me pas sa më tepër aktivitete me të rinjtë, me adoleshentët dhe të ju spjegojmë sa i dëmshëm mundet me qenë pirja e duhanit dhe t'ju mësojmë metoda të ndryshme me të cilat mund, do të thonë, t'i ikin këtij vesi të keq, ashtu të themi. Efektet e pirjes së duhanit në këtë moshë janë edhe më të rënda se tek të rriturit. Adoleshentët janë më të ndjeshëm ndaj varësisë nga nikotina, gjë që i bën më të predispozuar për të vazhduar me këtë zakon. Gjatë gjithë jetës, shtoi mes tjerash doktoresha Zarari. Në qendrën franceskane për rini e kulturë mbrëmje janë shfaqur karnevalet nga artistët nga Shkodra. Të pranishmit thanë se aktivitetet të tilla janë shumë të nevojshme për fëmijë e për të gjitha moshat. Mbrëm në sallën e konventit franceskan në Gjakov u shfaqen karnevalet. Artistë nga Shkodra argëtuan publikun me këngë, parodi, humor e bejte shkodrane. Publiku i përbër prej të gjitha moshave, po shiron atmosferën mbreslënëse që po shfaqin artist shkodran. Zef Ndoja, regjizori i kësaj shfaqje, tha se ishte mjaft i kënaqur me prezencën dhe shfaqjen që dhanë para publikut gjakovar. Vjen mirë që vim këtu sepse jo vetëm dona që një traditë e vjetër shkodrane e karnevaleve, pasqyrohet e Lloknej dhe kultivohet e Lloknej, por ma shumë se kur gja, është ai bashkimi i vlerave, takimi me njëri tjetrin, gëzimi, do të thonë, kjo sallë e mbushur plotësonte, gëzon 2 fish më shumë se sa me kanë Shkodër, sepse në Shkodër jam, si thonë, shtëpi time. Kurse këtu, edhe këtu ndihem si në shtëpi time, jo në shtëpi time, po si në shtëpi time. Profesori i muzikës Luk Mllugja tha se nëpërmjet karnevaleve po hedhin në pa vlerat e Shkodrës ndërshekuj. Ne në një grup shoksh, janë nxënës të shkollës muzikës, me nimen edhe të Zefit, që është aktor i mirë, regjisor i mirë, në animon shumë. Ne kena përgatitur një program bukur që do ta shfaqim në Shkodër mas 3 ditë, që është për rastin e karnevaleve, që karnevali është tashmë një traditë, pra ku festohet me maska, me petulla, me këngë bukra, me bejta, është një gëzim i jashtëzakonshëm, sidomos për fëmijët edhe për të rinjt. Por ku vetëm pa edhe i kjo, një gjë e veçantë pra me maskat. Patër Aleksandr Tanushi, organizatori i kësaj shfaqjeje, tregoi se ky organizim është i zakonshëm në prag të kohës së kreshmeve. Është një organizim që bëhet në prag të hyrjes. Që do të thonë kjo, që gjithë ato dobësitë që mund të kemi në jetën e përditshme, me mërkurën e përhimjes, me fillimin e kohës së kreshmeve, duhet t'i lejmë pas dhe të fillojmë një jetë qetë, të mirë, të shenjtë. Edhe ato maskat e cilat i vendosin artistët në karnevalet tregojnë se jeta e përditshme i ka ato dobësitë, gabimet, mëkatet, njerëzit jetojnë shpesh herë me maska dhe kjo është pra ajo domethënia tani i hekim maskat, jetojmë në kthim ka Zoti, ka mira, ka dashnia. Kreshmet janë një kremtim solem fetar i krishterë që do të fillojnë nga 5 marsi dhe zgjasin 40 ditë deri në Pashkë. Klubi i futbollit Vllaznimi ka zhvilluar sot ndeshjen qerek finale në kuadër të Kupës së Kosovës,
kundër Prishtinës, ndeshja u zhvillua në Malishev, ndërsa rezultatin e kuptojmë në materiali në vazhdim. Vllaznimi ka humbur me rezultat 4-0 kundër Prishtinës në kuadër të gjysmëfinales së Kupës së Kosovës në futboll. Gjakovarët ndeshjen e filluan me gol në minutën e 7, por është anuluar pas shikimit të teknologjisë VAR dhe kjo krijoi pakënaqësi te ekipi vendas. Prishtina ishte më e mirë se vendasit dhe në minutën e 17 të takimit kaluan në afërsi me golen e Jakubu. Mysafirët nuk u ndalën së sulmuari as në pjesën e dytë dhe në minutën e 59 Rejv Bytyqi ngriti Epërsin në 2-0. Të katërtit e thelluan rezultatin në 3-0 në minutën e 70 me golin e Ron Rashit. Rezultatin përfundimtar e vendosi Alban Shëllova, i cili vulosi fitoren e Prishtinës në 4-0. Kjo është humbja e dytë radhazi e gjakovarëve pas ndeshjes në ligën e parë kundër Lirisë në Prizren me rezultat 1-0. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në OVM. Dita e sotme është karakterizuar nga mot kryesisht i vranët, me temperatura që kanë lëvizur nga 4 deri në 14 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 5 gradë deri në 13 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i vranët. Edhe shtuna do të karakterizohet nga mot i vranët, me temperatura që do variojnë nga 5 deri në 14 gradë Celsius. Ditën e diel pritet të mbizotrojë mot i vranët e merreshje shiu, me temperatura që do lëvizin nga 2 deri në 9 gradë Celsius. Mot me diell e vranësira pritet të mbizotrojë edhe të hënën, me temperatura që do variojnë nga -1 deri në 12 gradë Celsius. Mot me diell parashihet gjatë së martës, shoqëruar me temperaturë minimale -1 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 12 gradë Celsius. 1 deri në 14 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti me diell. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kërkohet dënimi merituar për serbin e arrestuar si i dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës në Gjakov. Punimet në urën e fshatit Rogov tashmë janë drejt përfundimit. Në qendrën franceskane për rini e kulturë, mbrëmje janë shfaqur karnevalet nga artistët nga Shkodra. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.